Shikues të ABC News, ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në hapësirën Breaking News, do të flasim për një ngjarje tepër të rëndësishme. SPAK dhe policia e shtetit kanë zbardhur një vrasje të ndodhur disa vite më parë, më konkretisht në gusht të vitit 2020. Bëhet fjalë për Klevis Leshin, ai u zhduk, siç e thash, në gusht të vitit 2020, por më pas në një fshat të Kurbinit u gjetën eshtrat, e pikërisht në këto momente, pra në këto ditë, policia dhe prokuroria e kanë zbardhur komplet këtë ngjarje. Do të jemi në këto momente me kolegun Ervin Leka. Ervin, të përshëndes. Atëherë duket një ngjarje sa ndërlikuar, po tashmë po flasim për një zbardhje të vrasjes së Klevis Leshit, të riut nga Burreli. Çfarë ka ndodhur? Fillimisht ai u zhduk në 2020, por sipas policisë, kush është autori i zhdukjes dhe vrasjes së tij? Fabiola, kanë qenë komunikimet në aplikacionin Sky ECC, që deri disa vite më parë konsiderohej si aplikacioni ku kryeshin vrasje dhe të paktën u shërbenteve bandave kriminale, por me hapjen e tij pra është bërë edhe kjo zbardhje e vrasjes së të riut Klevis Leshi në vitin 2020, ku u zhduk nga qyteti i Burrelit, fillimisht u mor peng dhe më pas trupi i tij është groposur në zonën e Kurbinit. Menjëherë pas zbërthimit të këtyre komunikimeve, prokuroria e posaçme është e bindur se për të paktën porositja është kryer nga Orhel Hoxha, pra një tjetër person me të shkuar të paktën sipas skedarëve të policisë, dhe ka bërë në shenjë hakmarrje rrëmbimin dhe zhdukjen e Klevis Leshit, pikërisht për shkak të vrasjes së të vëllait Agim Hoxha në vitin 2012. Në fakt në fisin Leshi nuk është vetëm kjo viktim, pra ajo e zhdukjes së Klevis Leshit dhe më pas groposjes së tij, por janë të paktën 4 viktima që si duket zanafillën e hakmarrjes e kanë në vitin 2012 në Londër, në Britaninë e Madhe, ku është ekzekutuar Agim Hoxha, vëllai Aurel Hoxhës, që si duket ditën e sotme është zbuluar se ka qenë porositës për rrëmbimin e Klevis Leshit. Agim Hoxha në vitin 2012 është vrarë nga Arben Leshi, një tjetër person që u ekzekutua disa vite më parë në burgun e Peqinit nga Sokol Mjacaj. Më pas trupi i të ndjerit Agim Hoxha në vitin 2012 është djegur nga Arben Leshit, paktën këto janë zbuluar nga kamerat e sigurisë në Britaninë e Madhe dhe nga autoritetet atje, dhe për këtë pra është dënuar edhe Arben Leshi dhe po kryente dënimin pra me burgim të përjetshëm, ndërsa u vra brenda burgut të Peqinit. Si duket, fisi Hoxha është betuar për këtë dhe për të marrë hak pra për vrasjen dhe më pas djegjen e trupit të Agim Hoxhës, çka dyshohet se ka sjell edhe këtë sak hakmarrjesh me të paktën 4 viktima, pra edhe të zhdukurin që më pas u zbulua në zonën e Kurbinit i vrarë dhe i groposur, dhe pikërisht ka rezultuar se ka qenë porositur nga Aurel Hoxha në shenjë hakmarrje për vrasjen e të vëllait të tij. Në fakt më herët në fisin Leshi janë vrarë 4 antar, Arben Leshi pra që është vrarë në burgun e Peqinit, Xhevit Leshi, Hajredin Leshi, të 2 vëllezër, si dhe Klevis Leshi, i cili ka qenë edhe djali i Xhevit Leshit, po ashtu i vrarë, dhe ka dyshime se mund të jetë bërë pikërisht nga e njëjta dorë apo nga të njëjtët porositës në shenjë hakmarrje për vrasjen e ndodhur në vitin 2012 në Britaninë e Madhe. Po, ndërkaq nga ana tjetër Klevis Leshi, çfarë personazhi ka qenë, Ervin? Në fakt në gjithë skedarët e policisë së shtetit, por edhe në zonën e Burrelit ku ai jetonte, ka qenë një person i qetë pa precedent penal dhe të paktën nuk rezulton të jetë përfshirë në vepra të tjera penale. Këto kanë qenë edhe rezultatet e këtij hetimi si nga prokuroria e posaçme SPAK, por edhe nga policia e Burrelit, por edhe policia e shtetit, pra ka qenë një personazh që nuk ka qenë i përfshirë në ngjarje kriminale dhe vrasja e tij pikërisht lidhjet edhe pas zburdhimeve të aplikacionit Sky ECC lidhet me shenjën e hakmarrjes, mund të themi, apo edhe porositjen nga vetë personi, pra ku ditën e sotme janë kryer edhe kontrolle në bizneset e tij këtu në zonën e Mishnjit, do të fjalë për Aurel Hoxhën. Për Aurel Hoxhën do ndalim pak më poshtë. Atëherë do të sjellë diçka, Ervin, nga familja Hoxha, është vrarë vetëm Agim Hoxha? Pra hakmarrja ka qenë e njëanshme apo nga të dyja krahët? Pikërisht vetëm Agim. Në familjen Hoxha, të paktën në ato se çfarë thot prokuroria e posaçme, por edhe në kartotekat e policisë së shtetit dhe historikun pra që ata kanë, është vrarë, ka ndodhur vetëm një vrasje në vitin 2012, Agim Hoxha pra që u ekzekutua në
Britaninë e Madhe dhe më pas trupi i tij është marrë me një automjet dhe i është vendosur flaka duke mos lënë asnjë kufom, si duket kjo ka qenë edhe ajo se çfarë ka caruar edhe më shumë dhe nisjen e hasmërisë mes Fisit, Hoxha dhe Leshi në qytetin e Burrelit, ku duhet theksuar se fillimisht ata kanë pasur njohje, mund të themi si fqinj apo njohje me njëri tjetrin, derisa ndodhi edhe vrasja në vitin 2012 në Britaninë e Madhe, ku ekzekutua dhe më pas u djeg trupi i Agim Hoxhës, që si duket ngjarje që ka zëmëruar familjen Hoxha duke sjell 4 viktima të tjera nga familja Leshi, le të themi. Jemi në këto kushte të ngjarjes. Por kush është Aurel Hoxha? Çfarë përfaqëson Aurel Hoxha? Në fakt në skedaret e policisë pra është skeduar disa herë, pavarësisht se nuk është i përfshirë në ngjarje të rënda kriminale, përveç kësaj të ditës së sotme që është zbuluar nga ana e hetimeve të prokurorisë së posaçme, ku në aplikacionin Sky ECC dhe në komunikimet që ai ka pasur në këtë aplikacion të enkriptuar që tashmë është në duart e prokurorisë së posaçme, janë zbuluar lidhjet me disa persona të tjerë që si duket i ka porositur dhe ka qenë porositur pikërisht Aurel Hoxha për ekzekutimin dhe rrëmbimin pra të Klevis Leshit, por edhe ngjarje të tjera që si duket po hetohen tashmë janë vënë në lupën e prokurorisë së posaçme spak për të zbardhur edhe ngjarjet e mëparshme që lidhen me atentatet që janë bërë Fisit Leshi në qytetin e Burrelit dhe pikërisht me vrasjet e tjera të mëhershme. Pra në skedaret e policisë është i skeduar për trafik lëndë narkotike, megjithse jo i akuzuar apo i dënuar, të paktën janë detajet paraprake që janë marrë nga ana e policisë së shtetit. Ai ka pasur të paktën 4 biznese, ku një prej tyre është edhe lokal monopol tu në zonën e Myslimshirit, një lokal dykatësh në fakt që është vënë në perimetrin e sigurisë nga ana e forcave policore, ndërsa në total për këtë ngjarje, pra për zhdukjen e Klevis Leshit të riut nga Burreli janë 4 urdhër arreste, ku një prej tyre është ekzekutuar. Në fakt Fabiola ende nuk e dim se kush është personi i arrestuar, ndërsa 3 të tjerë janë në kërkim nga ana e policisë së shtetit. Ervin Leka, të falenderoj për raportimin.